Paul McCartney, $1.2 miliard. Kompozitori dhe këngëtari legjendar I grupit The Beatles gëzon një pasuri të konsiderueshme, e cila rrjedh nga puna e tij solo, turne dhe të drejtat e publikimeve të Beatles. I lindur më 18 qershor 1942 në Liverpool, Angli, ai arriti suksese të jashtëzakonshme gjatë gjithë karrierës së shkëlqyer si kantautor, muzikant dhe biznesmen. Ai konsiderohet gjërësisht si një nga muzikantët më të suksesshëm dhe më me ndikim I të gjitha kohërave. Udhëtimi I McCartney drejt pasurisë filloi me Beatles, një nga grupet më të shitura, dhe vijoi si kompozitor kyç, kryesisht me John Lennon, basist dhe vokalist. Ndërsa të ardhurat e tyre gjatë viteve aktive ishin të konsiderueshme, punët e tyre të biznesit ndonjëherë ishin të trazuara dhe vlera e përfitimeve individuale neto në kohën e ndarjes ishte dukshëm më e vogël se pasuria e tij aktuale. Ai vazhdon të fitojë honorare dhjetra milionëshe çdo vit nga licencimi dhe përdorimi I këngëve të Beatles, si dhe nga repertori I tij I gjerë jashtë grupit.